Përshëndetje të gjithë ju të shenjës së peshores. Atëherë do shohim si do ndikoj ky eklips edhe në shenjën tuaj. Mos harroni shtypni botonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe të gjithë ata që janë të interesuar për lexime private mund të kontaktojnë në adresën e emailit. Dhe fillojmë në lidhje me 10 ditëshin e parë të lindurit nga data 23 shtator deri në datën 2 tetor. Ky eklips do ndikoj drejt për drejt në 10 ditëshin tuaj. Ju do keni zhvillime të rëndësishme të marrëdhënieve në lidhje me karrierën. Gjithsesi është një periudhë që ju do merrni vendime për të ardhmen tuaj. Dhe në lidhje me punën tuaj mund të shfaqen disa mundësi, por edhe sfida që kërkojnë menaxhim të kujdesshëm. Do jeni bashkëpunues gjatë kësaj periudhe, por do keni dhe disa tensione në lidhje me kolegët ose me prorët tuaj. Është e rëndësishme që ju thjesht të tregojeni të qetë. Do jeni në kërkim të një pune të re dhe është një periudhë që mund të ketë si sugjerime emocionale. Më falni se kam folur shumë, video është shumë e gjatë. Dhe në lidhje me anën tuaj emocionale, do keni disa sqarime. Marrëdhëniet tuaja do kenë themele më të forta, mund të testojnë gjatë kësaj periudhe, ndërsa do keni edhe mirëkuptim në lidhje me marrëdhëniet. Me pjesën e beqarëve mund të përballeni me një njohje të re që do jetë intensive, por ju do përpiqeni ta zhvilloni. Ndërsa nga ana psikologjike është një periudhë intensive, do jeni pak të stresuar, duhet të ruani thjesht ekuilibrat dhe mos lejoni që presionet e jashtme të ndikojnë në anën tuaj psikologjike. Në lidhje me 10 ditëshin e dytë, ju do ndikojeni më pak, jeni më pak të prekur, është një periudhë që ju do keni mundësi për të përmirësuar jetën tuaj personale, por dhe profesionale, dhe do veproni me zgjuarsi. Në lidhje me punën tuaj, ka të ngjarë, do me thënë që ju të shifni projektet tuaja që keni filluar së fundmit të ecin përpara. Do bashkëpunoni me të tjerët, do keni diskutime, marrëveshje që do bëhen shumë serioze, por do keni dhe rezultate pozitive. Nëse mendoni të filloni diçka të re, jeni të favorizuar të hidhni hapa para. Në lidhje me anën tuaj ekonomike ose financiare, financat tuaja do jenë të qëndrueshme, thjesht shmangni blerjet impulsive gjatë kësaj periudhe. Në lidhje me dashurinë, marrëdhëniet tuaja do hynë në një fazë më të qëndrueshme. Do jeni më të përkushtuar, do filloni marrëdhëniet tuaja. Ndërsa në lidhje me pjesën e beqarëve, ju do keni njohje të reja, duhet të bëni kujdes të mos i vestoni shpejt nga ana emocionale. Ndërsa psikologjikisht është një periudhë që ju do jeni më të organizuar me mendimet dhe emocionet tuaja, kështu që thjesht menaxhoni energjinë tuaj. Në lidhje me 10 ditëshin e tretë, ju do jetë një periudhë ndryshimesh, por do keni dhe sfida. Nuk ndikojeni drejt për drejt nga ky eklips. Gjithsesi ju duhet të krijoni atë energjinë dhe një klimë të energjia që do keni do krijojë një klimë të paqëndrueshme. Thjesht duhet jeni të kujdesshëm. Ndërsa në lidhje me anën tuaj profesionale, ju do keni ndryshime, do keni kthesa të papritura, mund të ndjeni pak jashtë kontrollit në disa situata, thjesht ruani atë qetësinë, por mund të ketë edhe vonesa të projekteve tuaja. Në lidhje me anën tuaj financiare, ekonomike, duhet të kërkoni një kujdes të madh menaxhimi i parave gjatë kësaj periudhe. Nëse keni probleme financiare, përpiquni që të zgjidhni sa më shpejt jetë e mundur. Dhe në lidhje me marrëdhëniet, ju do jeni më kërkues, do jeni më të përkushtuar në marrëdhëniet tuaja, do merrni vendime edhe në lidhje me të ardhmen e marrëdhënieve tuaja. Ndërsa për pjesën e personave që janë beqar, do të përballeni me disa situata nga e kaluara, që mund t'ju bëj pak konfuz nga ana emocionale. Gjithsesi, psikologjikisht është një periudhë që do sjellë pak ankth dhe pasiguri. E rëndësishme është që ju të ruani ekuilibrat. Dhe shohim se çfarë na thot taroti për shenjën tuaj. Dhe ju shoh që ka fillime të reja me shumë diskutime. Mund të jetë fillimi një njohje të re që ju dëshironi që të hyni në njohje, që ta çoni para, të marrë zhvillime të mira.
Gjithashtu, do keni shumë diskutime në marrëdhëniet tuaja, me fëmijët tuaj ose edhe në një lidhje me një shtatzani, me punën tuaj nga ana ekonomike, por shoh fillime që do marrin zhvillime shumë të mira, shoh bollëk prosperitet për një pjesë prej jush. Shoh që është një, nuk e di, mund të keni disa konflikte ose tensione gjatë kësaj periudhe, dhe mund të jetë diçka që ka zgjatur pak sepse është gati një proces senor, ose ju mund të ndiheni në mes të një konkurrence edhe te vendi punës. Ose mund të keni konflikte me fëmijët tuaj, në familjen tuaj, me punën tuaj, por dhe nga ana ekonomike. Gjithsesi tregoni të kujdesshëm. Unë shoh që do keni fillime dhe zhvillime shumë të mira gjatë kësaj periudhe. Atëherë kjo ishte për ju. Ju përshëndes të gjithëve. Mos harroni, shtypni butonin like, bëni subscribe në këtë kanal. Përshëndetje gjithë ju të shenjës së Akrepit. Atëherë do shohim se çfarë ndikimi ka ky eklips edhe për shenjën tuaj. Mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe të gjithë ata që janë të interesuar për lexime private mund të kontaktojnë në adresën e emailit. Dhe fillojmë me të lindurit nga data 23 tetor deri në 2 nëntor të 10 ditësh të parë. Ju nuk do ndikojnë drejt për drejt, gjithsesi do keni ndryshime në jetën tuaj të përditshme, në mënyrën se si menaxhoni punën tuaj, por dhe shëndetin tuaj. Do përshtateni me rrethanat që mund të keni, por do merrni dhe përgjegjësi. Në lidhje me punën tuaj nga ana profesionale, do keni ndryshimet e vendi punës, detyrime të reja, do rishikoni ato prioritetet tuaja, dhe nëse jeni në kërkim të një pune të re, mund t'ju vi një mundësi gjatë kësaj periudhe. Në lidhje me financat tuaja, situata do mbetet e qëndrueshme, thjesht duhet keni kujdes me shpenzimet, me të shmangni ato blerjet e panevojshme, por nëse keni ndonjë problem në pritje, atëherë duhet ta zgjidhni. Në lidhje me dashurinë, për sa i përket marrëdhënieve tuaja, ju do t'i kushtoni më shumë kohë lidhjes tuaj, dhe do keni më shumë kërkesa gjatë kësaj periudhe. Ndërsa për pjesën e beqarëve mund të kenë nevojë të rivlerësojnë zgjedhjet e tyre romantike për t'i bërë sa më të qëndrueshme. Ndërsa në lidhje me anën psikologjike, është një periudhë që ju shtyn që ju të angazhoheni, të vetë përmirësoheni për veten tuaj, por do t'ju ndihmojë kjo periudhë që të menaxhoni dhe stresin ose lodhjen. Në lidhje me 10 ditëshin e dytë të lindurit nga data 3 deri në datën 12 nëntor, ju do përjetoni një periudhë mundësish, rritje të qëndrueshme, zhvillime pozitive, çështje profesionale dhe financiare, mundësi për përmirësim në situatat në të cilat ju ndodheni. Në lidhje me punën tuaj nga ana profesionale, nëse ju prisni një zhvillim, kjo është një periudhë që do sjellë propozime të reja, por do sjellë edhe një përmirësim gradual të pozicionit tuaj. Nëse mendoni të ndryshoni punë ose të zgjeroni një aktivitet, thjesht duhet bëni hapa të kujdesshëm. Në lidhje me anën tuaj ekonomike financiare, kushtet do jenë të favorshme, mund të shihni që ju do t'ju rriten të ardhurat tuaja dhe do përforcojnë financat tuaja, por nëse mendoni të bëni një investim, është mirë të konsideroni ose ta shihni me kujdes këtë lloj investimi që mund të bëni. Në lidhje me anën tuaj emocionale, marrëdhëniet tuaja do bëhen më të qëndrueshme, do jeni të përkushtuar, do ndjeni nevojën për të kaluar në një lidhje më serioze, ndërsa për të gjithë ata që janë beqar, ju do takoni një person të ri që mendon ndryshe për dashurinë. Psikologjikisht është një periudhë që ju sjell shumë vetbesim, ju mundson të ecni përpara, të ndjeni të sigurt, por mund të përfitoni edhe nga mundësitë që do t'ju jepen gjatë kësaj periudhe. Në lidhje me 10 ditëshin e tretë, të lindurit nga data 13 deri në datën 22 nëntor, ju do jeni të favorizuar, pasi do sjellni mundësi për të ndryshuar, por dhe për të fituar ndjeshëm nga ky eklips. Do jeni një hap të madh në karrierën tuaj, por dhe në jetën personale. Gjithsesi, në lidhje me punën tuaj dhe nga ana profesionale, ju do keni situata të mira, do jeni duke pritur një promovim që do t'ju sjellë ndryshime të mëdha, dhe nëse punonin diku tjetër, atëherë është koha që mund të dalloheni te vendi punës. Në lidhje me anën tuaj ekonomike, financiare, do keni fitime të papritura, një mundësi re që do t'ju ndihmojë të rrisni të ardhurat tuaja,
Është mirë të shmangni investimet e rrezikshme dhe të veproni me mençuri dhe në lidhje me dashurinë, do jeni në një marrëdhënie ku do përkushtoheni, do përjetoni rinovim të marrëdhënieve tuaja, do merrni vendime të rëndësishme për të ardhmen tuaj. Ndërsa për pjesën e beqarëve, do kenë shanse të mira për takuar një person që do t'i magjepsi. Është një marrëdhënie ku do ketë zhvillime të paparashikueshme. Psikologjikisht do ndjeni të fortë, do jeni gati për të pushtuar çdo gjë që dëshironi gjatë këtij eklipsi. Është një periudhë e mirë vetbesimi, ju do merrni dhe iniciativa që do ndryshojnë jetën tuaj. Dhe shohim se çfarë na thot taroti. Të më falni që flas shpejt, por jam e detyruar sepse është një video shumë e gjatë. Atëhere, ju shoh që keni bërë shumë durim, jeni ndjerë të sakrifikuar në lidhje me një ndryshim të madh që kërkoni në jetën tuaj. Dhe ky ndryshim ka lidhje me ndërtimin e gjërave më të sigurta. Në qoftë se ju dëshironi të bëni një njohje të re, ju shoh që ju do t'rregoheni më pozitiv, dhe për të bërë një ndryshim, për të futur në një njohje të re. Jeni duke analizuar emocionet tuaja në njohjet e reja, në lidhjet ose në marrëdhëniet tuaja. Ndërsa në lidhje me punën tuaj, shoh që ju do t'i trajtoni gjërat më pozitivisht, do jeni duke analizuar gjithçka me punën tuaj dhe shoh ndryshime të mëdha. Mund të jetë një ndryshim nga një punë në një punë tjetër, mund të jetë një pozicion që ju më i lartë se pozicioni që keni. Por ndryshime të mëdha shoh edhe nga ana ekonomike. Do vinë ndryshime të qëndrueshme që ju mundësi dhe ndryshime të qëndrueshme në lidhje me anën tuaj ekonomike. Atëherë kjo ishte për ju përshëndes të gjithëve, mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe në këtë kanal. Përshëndetje të gjithë ju të shenjës së shijetarit. Atëherë do shohim si do ndikoj ky eklips edhe për shenjën tuaj. Mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe të gjithë ata që janë të interesuar për lexime private mund të kontaktojnë në adresën e emailit. Atëherë shohim në lidhje me 10 ditëshin e parë të lindurit nga 23 nëntor deri në datën 2 dhjetor. Është një eklips ku do ndikoj pozitivisht, do sjelli fillime të reja, do ndjeni gati për të marrë iniciativa, por dhe për të provuar gjëra të reja. Në lidhje me punën tuaj, do keni mundësi, do keni ide që do t'ju sjellin emocione, do jeni të përfshirë në mësimdhënie, në media, në shkrime, në udhëtime. Është një periudhë zhvillimesh, por zhvillime pozitive. Dhe në qoftë se ju dëshironi filloni një sipërmarrje ose një biznes, është koha më e mirë për ta bërë atë. Në lidhje me anën tuaj ekonomike dhe me financat tuaja, gjëra do jenë më të qëndrueshme, por ndërkohë do t'i kushtoni vëmendje shpenzimeve. Veçanërisht në qoftë se ju planifikoni udhëtime, por dhe investime të mëdha. Në lidhje me marrëdhëniet tuaja, është një periudhë që do t'i rinovoni marrëdhëniet, ndërsa për pjesën e beqarëve do keni mundësi të takoni dikë që do t'ju emocionojë jashtëmase, që mund të jetë në një ambient social ose edhe në udhëtimet që ju do bëni. Psikologjikisht do jetë një periudhë me plot energji, do jeni optimist, do ndiqni ëndrat tuaja, do eksploroni gjëra të reja që ju dëshironi. Dhe në lidhje me 10 ditëshin e dytë, të lindurit nga data 3 deri në datën 12 dhjetor, ky eklips do ndikoj pozitivisht, do jetë shumë i fortë, më i fortë se në 10 ditëshin e parë. Gjithsesi ju do arrini të stabilizoni gjërat tuaja dhe të pësoni një lloj progresi në fushat që ju interesojnë. Në lidhje me punën tuaj nga ana profesionale, mund të shihni përparime në projektet, do keni oferta profesionale në lidhje me punën, do punoni dhe do keni një komunikim në lidhje me udhëtimet që do jenë të favorshme gjatë kësaj periudhe. Ndërsa për sa i përket anës tuaj ekonomike, financave tuaja, është një periudhë ku ju do merrni paratë tuaja ose do menaxhoni mirë paratë tuaja. Do keni investime, por mund të keni dhe një rritje graduale të fitimeve tuaja. Në marrëdhëniet, për gjithë ata që janë në marrëdhënie, do ndjeni më afër me partnerin ose partneren tuaj, do vendosni angazhime më serioze,
Ndërsa për pjesën e beqarve, ju do keni shans të takoni një person të ri që do t'ju interesoj dhe do t'a zhvilloni këtë marrëdhënie. Psikologjikisht do ndjeni të fortë, do jeni optimist, do keni mundësi, por gjithashtu do keni dhe plane për të ardhmen. Dhe të gjithë të lindurit nga data 13 deri në datën 21 dhjetor, që janë 10 ditë shitret, ju do ndikojeni indirekt nga ky eklips. Gjithsesi do sjellë zhvillime dhe përmbysje të paparashikuara. Ju do kuptoni që diçka po ndryshon në jetën tuaj dhe do mundoheni që për t'i trajtuar mirë. Në lidhje me anën tuaj profesionale, do keni sfida, do keni ndryshime të papritura, do përshtateni me rrethanat e reja, ndërsa për një pjesë tjetër do merrni vendime për të ardhmen tuaj. Për sa i përket financave tuaja, duhet bëni kujdes me shpenzimet, mund të shfaqen disa shpenzime ose humbje të papritura. Shmangni blerjet dhe investimet e nxituara gjatë kësaj periudhe. Dhe për sa i përket marrëdhënieve, do bëhen më intensive dhe më të paqëndrueshme. Nëse ju jeni në një lidhje, atëherë keni çështje për të zgjidhur. Ndërsa pjesa e beqarve do takojnë një person që do t'ju bëj përshtypje. Por është një njofje që do bëni që do ketë ato ulje ngritjet e veta. Gjithsesi, nga ana psikologjike, do ndjeni pak të tensionuar, të pasigurt për të ardhmen. E rëndësishme është që të qëndroni të qetë dhe t'i merrni me qetësi situatat gjatë këtij eklipsi. Dhe shohim si do ndikoj edhe për shenjën tuaj. Shohim tarotin. Dhe karta dalin vetë. Dolen shumë letra, por nuk mundemi sepse është koha shumë e kufizuar. Atëherë, shoh që ju do jeni ju shoh një lumturi, do keni sharm, do ndjeni shumë mirë dhe do keni një mbështetje ndaj fëmijëve tuaj. Ose në lidhje me dashurinë ju shoh shumë të lumtur. Ju shoh që keni bërë shumë durim në lidhjet, njofjet ose marrëdhëniet tuaja. Ndërkohë, ju do filloni t'i trajtoni gjërat më me mençuri ose në mënyrë më pozitive, doja të thoshja. Do mbyllni një cikël të vështirë dhe shoh që fillon një cikël i ri i lumtur. Mund të bëni një fillim të ri dhe kjo ka zgjatur për këto vështirësi kanë zgjatur në një proces sënor. Gjithsesi, ju shoh që ju do filloni një cikël të ri të lumtur, një njofje të re, ose ju do dëshironi që të filloni diçka të re në marrëdhëniet tuaja. Ju shoh që jeni treguar shumë të duruar dhe dëshironi t'i çoni gjërat para. Ndërsa për një pjesë tjetër në lidhje me fëmijët tuaj, për disa të tjerë me punën tuaj, por dhe nga ana ekonomike. Thjesht ju shoh që ju do t'i trajtoni gjërat më me qetësi, por edhe më me pozitivitet. Ju shoh që do shkëlqeni gjatë kësaj periudhe për një pjesë prej jush, por shoh që mbyllin dhe ciklet të vështira, si në lidhje me dashurinë, me punën, por dhe nga ana ekonomike, por dhe në situata të ndryshme që ju mund t'jeni. Atëherë kjo ishte për ju. Ju përshëndes të gjithëve, mos harroni, shtypni butonin like, bëni subscribe. Përshëndetje të gjithë ju të shenjës së Bricjapit. Atëherë, do shohim se çfarë ndikimi do ketë ky eklips edhe në lidhje me shenjën tuaj. Mos harroni, shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe të gjithë ata që janë të interesuar për lexime private mund të kontaktojnë në adresën e emailit. Dhe fillojmë me 10 ditëshin e parë të lindurit nga data 22 deri në datën 31 dhjetor. Do sjellin ndryshime, por do keni dhe sfida në lidhje me çështjet familjare, në lidhje me karrierën tuaj, por dhe marrëdhëniet personale. Thjesht duhet të tregoni të kujdesshëm. Është një periudhë që kërkon të menaxhoni çështjet që lidhen me shtëpinë, përgjegjësitë, detyrimeve profesionale. Në lidhje me punën tuaj, do keni zhvillime që kërkojnë që ju të përshtateni pak në mënyrë të shpejtë. Nëse ju punoni në një mjedis kërkues, atëherë duhet merrni shumë përgjegjësi, por do merrni dhe vendime që do ndikojnë në të ardhmen tuaj. Nëse mendoni të ndryshoni vendin e punës, atëherë do hidhni një hap të ri profesional. Është një periudhë e përshtatshme, por duhet keni kujdes thjesht me lëvizjet e nxituara. Për sa i përket anës tuaj ekonomike, financiare, situata do jetë e qëndrueshme.
Është mirë që gjatë kësaj periudhe të shmangni investimet ose blerje impulsive. Nëse keni çështje të pazgjidhura, atëherë është periudha më e mirë për t'i zgjidhur. Dhe për sa i përket marrëdhënieve tuaja familjare, të gjitha ata që janë në një marrëdhënie, ju keni nevojë të merreni me çështje që lidhen me jetën tuaj të përditshme. Ndërsa për pjesën e beqarëve, ju do ndjeni nevojën për të krijuar një lloj stabiliteti, për të gjetur atë një person dhe për të hyrë në një njohje. Psikologjikisht do ndjeni shumë presion, gjithsesi është e rëndësishme të ruani atë durimin dhe qetësinë tuaj dhe mos lejoni që nga stresi të merrni vendime të nxituara. Dhe vazhdojmë në lidhje me 10 ditëshin e dytë, të lindurit nga data 1 deri në datën 10 janar. Ju do jeni më pak të prekur nga ky eklips, por është një fazë ndryshimesh dhe rishikimesh në situata të vjetra dhe në rrugë të qëndrueshme. Nga ana profesionale me punën tuaj, do keni zhvillime që do t'ju çojnë në një drejtim më të ri. Do keni promovime, do keni ndryshime, do shihni një përparim gjatë kësaj periudhe, por thjesht duhet të lëvizni me kujdes dhe të mos merrni vendime të nxituara. Dhe për sa i përket anës tuaj ekonomike e financiare, situata do jetë më e qëndrueshme. Thjesht duhet keni kujdes mos përfshiheni në rreziqe ose në shpenzime të mëdha. Nëse keni synime dhe kërkoni shumë para, atëherë siguroni që të menaxhoni financat më me mençuri. Për sa i përket dashurisë, për gjithë ata që janë në një lidhje, ju do keni nevojë të forconi lidhjen tuaj, të gjeni ekuilibra midis punës dhe familjes. Ndërsa për pjesën e beqarëve, ju do gjeni një person të ri që do t'ju interesojë dhe do marrë zhvillime kjo marrëdhënie në mënyrë graduale. Psikologjikisht do keni vetbesim, do të ecur përpara dhe do përfitoni nga mundësitë dhe do përdorni një lloj strategjie me mençuri. Në lidhje me 10 ditëshin e tretë, të lindurit nga data 11 deri në 19 janar, ju do ndikojnë në mënyrë indirekte. Mund të krijojnë përmbysje, zhvillime të paparashikuara, thjesht në situata do ketë situata të reja, por dhe ndryshime që do vinë. Në lidhje me punën tuaj, mund të ketë zhvillime të papritura që do t'ju bëjnë ti mendoni dhe do merrni vendime të vështira përsa i përshtaten në lidhje me realitetet të reja, me diçka të re që do ndodhi në punën tuaj. Mundoni mos reagoni në mënyrë impulsive, merrini gjërat më me qetësi. Nga ana ekonomike, situata është e paqëndrueshme, mund të lindin shpenzime të paparashikuara, të ketë vonesa në pagesa, shmangni shpenzimet dhe përpiquni të organizoni financat tuaja. Në lidhje me marrëdhëniet do testojnë gjatë kësaj periudhe, do jeni të përkushtuara, do ndjeni shumë presion, dhe do ndodheni në një situatë pastrimi të marrëdhënieve. Ndërsa për pjesën e beqarëve, ju do përballeni me emocione të forta ose dilema me persona të së shkuarës ose për situata të shkuara. Psikologjikisht do ndjeni pak ankth, do ndjeni pak të pasigurt, por është e rëndësishme të qëndroni të qetë dhe mos të lejoni që stresi t'ju pushtojë. Dhe shohim se çfarë na thot taroti. Nuk e di, në fillim të shoh që ju do mësoni një sekret, një të fshehtë, do bëni pak të trishtuar në lidhje me një fillim të ri. Dëshironi të bëni një fillim të ri, është një person që ju ofrohet, ose ju mund ta ndiqni edhe pak në mënyrë të fshehtë. Në marrëdhëniet tuaja, shoh që do ketë shumë diskutime, por do ketë dhe sekrete, do bini pak të trishtuar gjatë kësaj periudhe, por nuk shikoni që partneri dhe partnerja juaj po ju ofron këtë dashuri. Ose ju mund të refuzoni një dashuri. Në rastin tjetër, mund të ketë lidhje me dokumentat, bini pak të trishtuar, por shoh një fillim dokumentash. Diskutime në lidhje me punën tuaj, por shoh që ju ose mbani diçka sekret, ose ju do mësoni edhe një sekret që do t'ju trishtoj në lidhje me një fillim të ri që dëshironi të bëni te vendi punës, ose me një fillim të ri ekonomik, por shoh që do keni shumë diskutime gjatë kësaj periudhe. Gjithsesi, kjo ishte për ju përshëndes të gjithëve, mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe në këtë kanal.
Përshëndetje gjithë ju të shenjës së ujorit. Atëherë do shohim se çfarë ndikimi do ketë ky eklips edhe në shenjën tuaj. Mos harroni të shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe të gjithë ata që janë të interesuar për lexime private mund të kontaktojnë në adresën e emaili. Dhe shohim në lidhje me 10 ditëshin e parë të lindurit nga data 20 deri në datën 29 janar. Do ndikoj pozitivisht në 10 ditëshin tuaj, do sjelli mundësi komunikimi, do sjelli udhëtime, njofje të reja, ndryshime gjatë kësaj periudhe, ju do rinovoni planet tuaja dhe qëllimet tuaja. Në lidhje me punën tuaj, në qoftë se puna juaj ka lidhje me komunikimin, transportin, mësimdhënien, mund të shihni përparime dhe njohje gjatë kësaj periudhe. Do jeni duke kërkuar mundësi të reja profesionale dhe është një kohë mirë për të zgjeruar mundësitë tuaja, ndërsa për sa i përket anës tuaj ekonomike, financiare, situata do jetë e qëndrueshme. Do ishte mirë të shmangni ato shpërdorimet e panevojshme, të mendoni të investoni në një program arsimor ose në lidhje me studimet tuaja ose edhe në lidhje me një udhtim. Dhe për sa i përket marrëdhënieve, do jeni të përkushtuar, do ndjeni një lidhje më të madhe me partnerin, ndërsa për pjesën e beqarëve do takoni dikë të ri që do t'ju emocionojë jashtëmase dhe mund të jetë në aktivitete sociale ose edhe në udhëtime. Psikologjikisht do keni një energji, frymëzim, entuziazëm, do ndjeni optimist për plane të reja. Dhe të lindurit në 10 ditëshin e dytë, nga data 30 janar deri në datën 8 shkurt, ju do ndikoheni më lehtë nga ky eklips, do jeni në një fazë rritje, zgjerimi, është një periudhë ideale të stabilizoni disa nga planet tuaja, por të jeni dhe më të organizuar në lëvizjet e ardhshme. Në lidhje për sa i përket profesionit punës tuaj, keni punuar shumë në të kaluarën, për gjithë ata që kanë punuar, tani do shihni ato shpërblimet e para. Do filloni partneritete të reja, mundësi profesionale, do t'ju duhet të lëvizni me kujdes gjatë kësaj periudhe, të merrni parasysh detajet, por të merrni dhe vendime të rëndësishme. Dhe për sa i përket anës tuaj financiare, ekonomike, do ketë situata të qëndrueshme, mirë është të shmangni rreziqet, blerjet e mëdha, por mund të planifikoni dhe ndryshimet e vendit punës për të ndjerë më të sigurt nga ana financiare. Në lidhje me marrëdhëniet tuaja do jenë më të qëndrueshme, do jeni më të përkushtuar për të hedhur hapa para në lidhje me marrëdhëniet, ndërkohë që pjesa e beqarëve do keni mundësi për të takuar dikë që do t'ju tërheqë vëmendjen, por është një marrëdhënie që do t'ju marrë kohë. Gjithsesi, nga ana psikologjike, ju do ndjeni më të sigurt, do merrni vendime, do jeni të gatshëm për një fazë të re në jetën tuaj. Dhe vazhdojmë në lidhje me 10 ditëshin e tretë të lindurit nga data 9 deri në datën 18 shkurt. Ju do ndikoheni nga ky eklips, pasi do sjellni ndryshimet papritura, do sjelli përmbysje të zhvillimeve. Është një periudhë që do përshtateni me rrethana të reja dhe do keni një këndvështrim tjetër. Dhe në lidhje me punën tuaj, do lini disa ndryshime, do keni propozime, por ndërkohë do përshtateni me kushtet e reja të punës. Nëse mendoni të bëni një ndryshim, atëherë është e rëndësishme ta shihni me kujdes këtë gjë dhe të merrni vendime. Ndërsa në planin ekonomik financiar do jetë një periudhë ku do sjell shpenzime të papritura, do keni plane rezervë, do shmangni rreziqet e mëdha financiare gjatë kësaj periudhe, por do t'regojni dhe të kujdesshëm. Ndërsa në marrëdhëniet tuaja, ju do bëni më intensive marrëdhëniet, do merrni vendime të rëndësishme për të ardhmen e marrëdhënies tuaj, ndërsa në lidhje me pjesën e beqarëve, ju do keni një njohje të re që do ta jetoni me shumë pasion. Dhe psikologjikisht mund të ndjeni të shqetësuar, të pasigurt, pasi do keni ndryshime që do t'ju nxjerrin nga zona e rehatis, gjithsesi është e rëndësishme të ruani qetësinë në çfarë do lloj situate që ju mund të ndodheni. Dhe fillojmë të shohim çfarë na thot taroti në lidhje me ju. Ju shoh që ju jeni
Keni marrë eksperienca, do përdorni më tepër pjesën e logjikës në lidhje dhe do merrni vendime të rëndësishme në lidhje me stabilizimin e njohjeve ose për të futur në një njohje e lidhjeve ose e marrëdhënieve tuaja. Disa prej jush mund të kenë disa tensione. Mund të jenë tensione në marrëdhënie, në njohje ose në lidhje, por mund të jenë tensionet e vendi punës, por dhe nga ana ekonomike. Thjesht ju keni marrë eksperjenca dhe do përdorni më tepër logjikën. Disa prej jush mund të keni lidhje me zyrat, me institucione shtetërore. Aty do t'ju krijojnë disa tensione. Gjithsesi ju shoh që ju do jeni si të bekuar ose do jeni të mbështetur nga energji më të larta. Disa prej jush do kenë kontrata të rëndësishme, një pjesë prej jush do futen në një njohje dhe pjesa e marrëdhënieve do filloni të stabilizoni marrëdhëniet tuaja. Por edhe në lidhje me punën dhe nga ana ekonomike shoh një mbështetje nga energji më të larta në lidhje me disa tensione që do keni. Gjithsesi, kjo ishte për ju përshëndes të gjithëve, mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe në këtë kanal. Përshëndetje të gjithë ju të shenjës së peshqve. Atëherë do shohim se çfarë ndikimi do ketë ky eklips edhe në shenjën tuaj. Mos harroni, shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe gjithë ata që janë të interesuar për lexime private mund të kontaktojnë në adresën e email-it. Dhe shohim në lidhje me 10 ditëshin e parë të lindurit nga data 19 deri në datën 28 shkurt. Do sjellë zhvillime pozitive në lidhje me financat tuaja, do ndikojnë në fushën e të ardhurave, shpenzime, menaxhim, burime që do keni, do jeni më të organizuar mirë në lidhje me financat tuaja. Ndërsa në lidhje me punën tuaj, nëse prisni një rritje financiare ose një mundësi për të përmirësuar pozicionin tuaj të punës, mund të vinë shenja gjatë kësaj periudhe. Gjithsesi është një periudhë që kërkon maturinë në lëvizjet tuaja. Ndërsa për sa i përket financave, ekonomisë, ju do keni investime, do bëni investime të matura dhe në qoftë se keni një problem në pritje, është koha që duhet ta zgjidhni. Në marrëdhëniet tuaja ju do stabilizoni ato marrëdhënie, do jeni më të përkushtuar, do ndjeni më të sigurt, ndërsa për pjesën e beqarëve ju do takoni një person të ri që do ndjeni të sigurt dhe të ngrohtë me këtë person. Dhe psikologjikisht është një periudhë që ju bën thirrje për një lloj stabiliteti, por dhe të investoni në gjëra që ju bëjnë të sigurta. Dhe vazhdojmë në lidhje me 10 ditëshin e dytë, të gjithë të lindurit nga data 1 deri në datën 10 mars, do ndikojeni më hollësisht nga ky eklips. Por nuk do thotë se nuk do keni asnjë ndryshim. Është një periudhë ku kërkohet që ju të fokusoheni në prioritetet tuaja për të përmirësuar dhe menaxhuar financat, por dhe marrëdhëniet tuaja. Në lidhje me punën tuaj nga ana profesionale, ju do keni disa projekte që i kishit nisur së fundmi. Nëse jeni të përfshirë në krijimtarinë artistike ose diçka tjetër, ju do keni mundësi të gjeni terren ndoshta për të ekspozuar punën tuaj. Ndërsa në lidhje me anën tuaj ekonomike, ju do vendosni një lloj ekuilibri, këshillohet të mos bëni investime të mëdha ose të rrezikoni, do shfaqet një burim i ri të ardhurave dhe gjërat do ndryshojnë. Për sa i përket marrëdhënieve, po hyni në një fazë më të pjekur. Ndërsa për pjesën e beqarëve, ju do takoni dikë që do t'ju emocionoj, por do bëni dhe durim në lidhje me zhvillimin e kësaj njohjeje. Dhe psikologjikisht ju shoh që ju do keni mundësi të ndjeni më të sigurt në veten tuaj, por dhe të punoni në lidhje me qëllimet tuaja personale. Dhe vazhdojmë në lidhje me 10 ditëshin e tretë. Ju do pësoni ndryshime të mëdha nga ky eklips, do ketë zhvillime të paparashikuara nga ana financiare, në marrëdhënie, në çështje profesionale, ndërsa në lidhje me punën tuaj do ketë ndryshime të papritura, që ju do t'ju detyrojë të veproni ndryshe, por nga gjërat që ju kishit planifikuar. Nëse jeni në një ambient të paqëndrueshëm, atëherë do përshtateni me gjërat aty. Ndërsa në lidhje me anën tuaj ekonomike financiare, do keni shpenzime të papritura, do keni ndryshime në të ardhurat tuaja, mundohuni të shmangni lëvizjet e rrezikshme, menaxhoni paratë tuaja me kujdes.
Ndërsa në marrëdhëniet tuaja, marrëdhëniet do testojnë gjatë kësaj periudhe, do jeni më të përkushtuar, mund të keni nevojë të zgjidhni dhe disa çështje që i kishit kaluar në plan të dytë. Ndërsa për pjesën e personave që janë beqar, ju do përfshiheni në një marrëdhënie të re emocionuese dhe do keni sfida të forta. Dhe psikologjikisht mund të ndjeni një presion, pasiguri, është e rëndësishme të mos lejoni stresit të ndikojë te ju dhe të gjeni mënyrën për të ruajtur ekuilibrat në lidhje me çfarë do lloj situate që të jeni. Dhe marrim shohim çfarë na thot taroti. Shoh për pjesën e beqarëve, shoh që do keni një komunikim, ndoshta një njofje të re nëpërmjet rrjeteve sociale. Është një ofertë e re që ju vjen një person, mund të jetë një person në distancë, por ndërkohë ju shoh që ju keni gjithçka në dorë për të realizuar në lidhje me këtë njofje. Shoh që është një lidhje karmike. Ndërsa në pjesën me marrëdhëniet tuaja, njofjet, lidhjet që keni, një komunikim të mirë, lajme të mira, ju do veproni shpejt, do keni udhëtime dhe shoh 2 herë në 2 letra udhëtime dhe shoh realizim të gjërave që ju dëshironi. Në lidhje me punën tuaj, një pjesë prej jush mund të merrni lajme të mira, mund të aplikoni nëpërmjet rrjeteve sociale me emaile dhe shoh që do keni lajme të mira, do keni udhëtime, mund të jenë edhe udhëtime jashtë shtetit, udhëtime brenda vendit, nuk e di, por shoh që ju do harrini të realizoni diçka me punën tuaj. Do keni një ofertë në lidhje me punën, ju mund të njihni dhe një person në një udhëtim gjatë kësaj periudhe, por do keni dhe një ofertë ekonomike. Do jeni duke menduar në lidhje me këtë ofertë, por ndërkohë shoh realizime në lidhje me ju. Dhe këto realizime mund t'i merrni në çfarë do lloj situate që ju mund t'jeni. Atëherë kjo ishte për gjithë ju përshëndes të gjithëve. Mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe të gjithë ata që janë të interesuar për lexime private mund të kontaktojnë në adresën e emailit. Ju uroj dëgjim të këndshëm të kësaj videoje, atëherë dëgjojmë në video të radhës.